Të gjithë ata që e kanë mbaruar shkollën besoj se kanë nostalgji për të. Dhe pastaj ju vjen për të qeshur kur dëgjojnë nxënësit që mezi presin pushimet. Por, kur bëhet fjalë këtu për dy nxënëset tona, ato me të vërtet meritojnë pushime sepse janë lodhur, duke u çuar për ditë në mësim dhe duke marrë për ditë 4. Unë uroj që sot të jetë dita e tyre me fat. Presim dy nxënëset! Zemra po do vish dhe ti në fest. Tashi nuk e di akoma se do e rregulloj, pa të hle Stella pa të marrë në fest të shpirti. Hajde, mos më mërzit. Po do vish pasi do e rregulloj unë, thash dhe njerë. Zysha. Po. Si e zysh si mirë? Po thash të rregulloj unë. Po, gjitha detyrat që na le për festën e vitit 3 kemi bërë shumë mirë. Apo jo, Stella? Stella. Po, qa? Po. Po. Fillimisht në Zyshe mblodhëm lekët e klasës, diku te 400.000 lekë. Se nga 20 veta, mblodhëm lekë për 38 neve. Po prapë, ne dyja jemi organizatorët e shi, nuk do paguajmë lekë ne paguajmë klasa. Po edhe ndojnë gjë për të lekë, për kështu, për të veshur, kapuqe, kështu të... E cikë të parukjerja do shkoja unë, po në i dhurat për ty do ta merrnim ne. E nese... Mbasi mblodhëm lekët, thamë po shkojmë në Dubai. Po ajo agjensis në tha që me kaq lekë sa keni, as në petrel nuk shkoni dot. Kështu që thamë, po rrim në klasë, kurse më dhe ca lekë jo për na i gjë. Po, edhe për të kursuar lekë. Tashi thash mos e blinim bredhin. Edhe i thash të dashurit tim, mund të shkonte ndajt edhe të priste një bredh atje, ja se ka marrë dhe sopatën. Me këtë i thash. Po, prov. Po, nuk e preu dot se u zumerojen edhe futën policinë në rajon. Po të shi, po, doli a imi Zysh, po ngelen pa bredh. Kjo ishte puna, se nuk ishte... Pra ndaj në shkuam këtë regu të qamë, edhe blem këtë bredhin vogël plastik. Edhe, sa blem të jetë? Po, edhe për zbukurimin e klasës kemi menduar gjitha, për gocat kemi bler laps, buskuq, rimel, krem puder, këto gjëra, dhe më thënë, kemi bler dhe një krem anti-rudh, po në fakt ato e blem për ty. Po pra, thamë qëpar që të kemi bërë një dhurat. Po, kjo është... Dhurat me Zysh, pse e merë për tërës, nuk ka nëjë gjë. E kishe fjallën për zbukurimin e klasës, kështu ambienti, muret. Po, kemi menduar dhe për atë. Edhe unë kam marrë, që ta zbukuronim klasën shumë mirë Zyshe, kam marrë një foton timen, që do ta varim tek bredhi. Sa e bukur? Po pra, foton time se te klasës kësha dale vogël unë. Që të bëja unë? Po, për muzikën unë mendova të najmë një DJ. Si? S'to pëlqen DJ se e ke parë në një dasëm? Po nuk janë gjithë një... Vjen i dashurime, disi është i dashurime për DJ, pa më fare. Vjen a i se... Jo? Po më për klasën e kisha me Zysh, po, ka gjë? Po, edhe një këngëtar i muzikës popullore nuk do ishte keq, mjeke. I thash pat kasapit unë. Pëlqen dhe ty? Sa mirë. Po nuk vjen dot ai, si ishte i përnotuar një shkollë tjetër. I dashurim, i qanë këngët popullore. Thema ti dhe u zgjidh kë mua betë si thua. Jo? Mirë me bëni fesën pa këngë popullore, si donë. Unë për ju e kisha. Po, e zgjodhëm edhe këngën që do e hapim festën. Këndoj, Stella? Po. Kënga është I'm so sexy, 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 I'm so... E pa me fare. Pusho, s'di të këndosh fare. E mirë, i them të dashurit tim dhe këndona i të festa, si thua. Jo? Nuk do të huaj në klasë? Jo me Zyshe se nuk është i huaj, ajo është shqiptar dhe mbabadem, vendlindja la prak. Për zodhi nuk të gënjej për kokë tënde. Jo, po nuk... Jo. Po, Zysh, për babagjysh nuk pranoj as njëri që të vishet. Po i them unë të dashurit tim që... Mirë. Ska gjë, bëjnë një fest e vitit 3 pa babagjysh fare, unë për ju e kisha. Ska gjë. Po, i blem, gjitha gjyra që do hajnë të të pim, blem, gjeli detit ishte shumë i shtrejnët. Edhe unë printova 2 gjela deti. Ja. Si? Si një? Dhe janë dhe me ngjyra, që të dy. Si për vërteti duken. Mjafton idea, o Zysh kusha ka mendjen për të ëngrë për pirë. Po, pastaj blem kokoshka, kikirika, fifistiqe, për ëmbëlsirë nuk na dolën lekët. Në qofë se eftonin fest e sjeli dashurim ëmbëlsirën, si thua? Jo? E mirë, o Zysh, mirë se duash, s'ka gjë. Po ndërsa për të pirë, na u kujtua porosia jote që the mos merrni gjëra alkolike dhe ne morëm vetëm disa pije energjike,
Gin, whisky, vodka, nga këto... Po. Se që ka? Këto janë super alkoholike. Jenë vetëm i zysh, po ne gjithmonë nga këto kemi pyrë në festa dhe nuk na ka zënë. Tashi, me vërtet nesër me nuk bani mend asgjë, pas kemi qenë tap. Sot do të gjë. Po, kemi bler edhe lëng frutash, ujë me gaz, ujë pa gaz, gjitha kemi bler. Po se në klasën tonë zyshe vetëm neve nuk pim alkohol, që s'pim alkohol ne. Gjithashtu për të pirë, kemi marrë edhe cigare, 5 teka. Nuk lejohet cigarja në shkollë. Po jemi zyrë se nuk do t'i pim neve ato. Ke parasysh, i morëm t'i ndezim shukot për ambient, për tym. Se ato makinerit që bënin tym ishin shumë të shtrenjta, e tash si ta bënin festën e pa tym, ta bënin me tham për këtë gjë. Si? Nuk lejohen fare? Fare? Jo. As në balkon kur të edhe fishek zjarët? Jo, fishek zjarë. Pse pra? O zyshe po ne kemi bler 300.000 lek fishek zjarë, kemi bler dhe biladenin. Si bën zysha biladeni, ajo me fishek zjarë i madh që bën zhurmë shumë. Ti kthejmë aty ku i morëm. Një sekond. Tash ne do organizonim festën e vitit 3 apo të 40-at e ndonjërit këtu, se s'po e marr veshën. Po, personazh VIP kemi ftuar, mbas orës 12 do vi e ka ftuar Stella Adi Krastën. Po, do vinte Adi, po nuk vjen. Nuk vjen se ka shumë punë. Po mos u shqetëso se do vi shoku vet i ngushtë. Si kush? I dashurim pra? Nuk duam të huaj në festë, ë? Mirë, si dua, shumë për ju e kisha. Okej. Po zyshe, po ai është kështu, shkrimtar, ka bërë edhe poezi, i dashurim, po për zotin, ja, e kam këtu. Ja ta lexoj. Poezia titullohet O Stella ime. Një sekond. O Stella, në flokët ka çurela, në ballë ke dy sy, vdeksha unë për ty. Si duket? Po kjo poezia është për mua, mi. Shkojmë vdallaqet, bëni dashurin poezi ty. Po ti vetë themi ka çurela, unë kam... Bela, se është viti i ri, mos më prish festën. Po jo, goc. Po Bela, se është drejta, unë ka çurela.